Ndryshe. Që Manushi është sonte këtu. E kam me vërtet se nuk është një figurë që ka qef dalin për intervista, shumë kohë televizive në Top Channel dhe thot edhe mirë e bën që tash nuk jam lënë. Jo, unë e përmend shpesh dikur një moderator italian Manush. Që nuk jeton më tashti, Mike Bongiorno. Ka drejtuar shumë vite Sanremon, edhe kishte një shprehje që comunque vado sarà successo, domethënë. Thoshte për Sanremon. Edhe në moment ka thënë gjë shumë bukur që nëse ti bën diçka në televizion, për shumë moderon, edhe ata që të shohin thonë që që ka shumë këtë bëj edhe unë. Po. Ky është kulmi, thotë. Domethënë që ti ta bësh aq të natyrshme dhe aq të prekshme atë që bën, sa ti duket shumë normale publikut që të ndjek. Interesante është. Kështu që ti je nga ata që e bën shumë prekshme gjën. Mendoj unë. Ma pëlqeve këtë që ky lloj naturaliteti që edhe më inkurajon pak. Kjo puna e të dalmes unë mendoj që realisht mendoj që nuk jep shumë interesante për intervista, sidomos në këtë klikomaninë e sotme, figura ime nuk shet, mendoj unë. Edhe ja u lehtësoj në shumë raste, ka disa që nisen nga një Manushi më i them dëgjoj mos merr kot se nuk shes merr olën ose do të thënë ke parasysh në këtë historinë. Po jo të gjithë luftojnë për klikomani të tilla biseda. Po dhe unë prandaj edhe ke ju. Ne jemi ndryshe, ne nuk do të shesim Manushi. Diçka ndryshe ka përmbajtje. Ka përmbajtje ku çofi Manushi nëse klikime do thotë, mirë pra. Tani ty nuk të pëlqen, po ti je një nga emisionet më të klikuara në kufin tan. M'fal. Po do të thënë në përgjithësi Top Channel ka të klikuar emisionet. Po i ka të gjitha klikuara. Edhe procesi sportiv, edhe të diellën, rubrikat e të diellës janë interesante. Nuk është klikimi se sa ke një markë vjetër dhe një formulë që u bën gati 20 vjet që reziston. 20 vjet, po. Çfarë do thotë që të jenë të njëjtët personazhe me të njëjtin formati dhe mos të mërziten asnjëherë njerëzit. Është edhe sporti që e favorizon. E shikon që. Po ne bëj edhe një kompliment të dyve se realisht që kur i më afruar në Ke Radio, shumë brapa jush. Kjo është nga gjërat që prodhon radio, Top Albania në këtë rast, që është shumë e dashur dhe mirë për njerëzit, kanë dashur të them live këtë gjë dhe marr feedback të mira për njerëzit. Faleminderit shumë. Dhe nuk talle. Faleminderit. Jemi kuq mirë. Kemi ardhur mirë. Tani me që ishim tek programi, dua të li pak tek e diella, se dua ta di, dua të pyes Manushin më shumë të komplimentojnë apo edhe të si më thënë, të qortojnë për kaq shumë goca, femra, biseda që ka aty, ndonjëherë edhe fjalë të qortojnë më shumë. Qortojnë, ë? Po. Sugjerojnë pak, do të sugjerojnë më shumë. Ka nga ata që sugjerojnë, po këta që janë nëpër llogore, Instagrami, gjëra, këta janë të pamshirshëm. Për një gjë të vogël që ti bën që është kundër shijes së tij apo kundër rrymës. Çfarë do thot kundër rrymës? Ku diun kritikoje Luizin atko apo gjestin të bësh një gjë sakto krijon armiq shumë. Pra do shumë kujdes. Grupe armiq, më di. Grupe armiq. Do kjo ndodh ke disa nga rubrikat. Ka ato rubrikat që ne mendojmë që kemi më të mira, më të thella, më kështu. Kush janë për ty rubrikat më të mira tek e diell? Po galeria është për mua rubrika më e mirë. Shumë e bukur. Ka qenë njerëz salsane këtu. Ka qenë njerëz. Kam qenë shumë e bukur. Është e mirë jetësore, kështu që është nuk merr shumë. Është shumë konfidenciale dhe e ndjerë. Fakt edhe njerëzit që ndjekin nuk janë shumë të lidhur ndoshta me rrjetet, ata që shijojnë se televizionin theminë rrjete, po televizioni është akoma që shkon në shtëpi dhe ka ca njerëz që e shohin dhe kur e fikin nuk mendojnë që ka televizion mbas asaj në celular më. Po. Ne thjesht nisemi ndonjëherë që është galeria shkon tamam. Nisemi shpeshherë duke thënë që është kaq i parë se ka kaq klikime në YouTube, po televizioni është gjallë dhe është aty dhe është në vend të parë, nuk ka nevojë të matet gjithmonë vetëm nëpërmjet klikimeve. Ka një gjë tek e diell që i mungon edhe ti s'po e merr dot, domethënë që do të fusësh një gjë që s'po e merr dot. Dhe që kemi bërë përpjekje gjithmonë për të futur, për shembull këtë unë bëra një bisedë një herë me Monikën, erdhi një herë Monika e ftuar në trotuar, Monika Stafa. Okej. Goca jone e librave. Kolegja jone e mirë dhe dashur. Dhe i kishte thënë gjithë shoqëria i shkruan, merrte mesazhe nga shoqëria në disa kategori mesazhesh. Një kategori çdo ti që ul nivelin aty. I dhini lloj gjëra. Djali vet që shumë i zgjori tha, "Mam, ke për shumë që ke shkuar aty, sepse shumë njerëz nuk e dinë që ti bë fare atë gjën e librit, po të kanë pa aty dhe tani të interesohen nëpërmjet kësaj për librin." Dhe i thash, "Hajde fusim një gjë libri këtu." Po kyçi nuk po i gjem se si të fusim një gjë libri në e ke diell, ke trotuari, do vdisja të fusje një gjë për librin sepse për librin se është lloj edukimi i paktën. Ke gjëja më komerciale që ti bën, të çosh një gjë që është kulturore. Ku i diet ndoshta i ngacmon njerëzit ose ta marrë këtë libër ta lexojnë. Një sekuencë që dikush Monika, nuk e di kush ka qenë e ftuar, një kolege librash, domethënë gazetare, edhe dikush e thotë, "Iko se s'lexoj libra fare,
s'ka që më duhen libra të fare dhe Monika ka qenë. Dhe bëri xhirën e rrjet. Po Alba, tha unë s'kam lexuar si libër dhe jam shumë me sukses. Ja, s'kam lexuar si libër dhe jam shumë mirë, tha pse duhet lexoj. Alba një gotë. Alba Pollozhani që është shumë. Ajo Pollozhani. Ja, pra ku e gjete? Një figurë nderuar si Monika. Jeti për bërë skupe televizive në program? Dëgjon. Po them, jo skandale, po tani skupet janë pjesë e kësaj, po ajo që do mbezdisesh të dëmtoja dikë, edhe domethënë me atë që do bëje, po. Me dashje jo, po dhe pa dashje kur plagoset dikush më bezdis çik. Se i shkoj. Kurioze jam unë. Kur i zgjedh ato vajzat e diell. Nuk e kam për vetë këtë pyetje. Ishe fëmendjen apo ishe pamjen trupin? Si tha Ola Shpar, mendja e lart ta në trupin e Jozit. Trupin e Jozit ishte perfekte. Ke mundur ti bësh të dyja bashkë këto në të diell. Këtë pyetje ju të dy e bëni përgatësim, po ju të dy e dini shumë mirë. Kjo pyetje nuk është e shkruar fare, ti thjesht nga brëndjari. Në ndërmarrjen që jemi neve, ju dini shumë mirë se stafet zgjidhen me audicion, me përkujdesje, me konsultime dhe me prorët që kemi, me gjëra si këto, po realisht Big Brother na ka dhënë një dorë shumë të madhe se ka sjellë program interesant. Big Brother Përputhen patjetër, po. Domethënë gjithë to realityt e Top Channelit kanë sjellë materiale interesante që ndoshta nuk do guxonin të vinë audicione, se edhe kjo traditë audicione ka dalë pak jashtë. Bëmendën Salsane që përpara i bënin çik më shumë. Jo, bëni disa. Vazhdojmë. Bëni ka rënë dhe aty audicione. Po nuk janë si dikur, ne bënim për shembull ca rubrika, për shembull për filmin, për gjëra mbushe, aty kam qef kur bëjmë kështu, vinin njerëz me dëshirë për të bërë moderator të së nesërmës. Po kjo ka rënë pak tani dhe na vin nga këto prurjet natyrale që sjell çik përputhen, çik Bigu, po dhe në një format tjetër televiziv që kemi. Manush, mua më pëlqen shumë Rrethi 4 orë si rubrik. Unë vdes për Alfred Sakon. Ashtu dhe, pyetja për atë është. Sa i beson ti Fred Sakos në të vërtetë? Sa i besoj në të vërtetë? Po. Në ato që thot. Apo thjesht ti e detyruar sepse je drejtuesi? Jo, Fredi realisht është një realitet interesant në televizion, nuk është fenomeni shqiptar, se du ta theksoj këtë. Ka në çdo vend ka nga një si vlajnë Fredit. Po, njerëz që janë në botën e konspiracionit, ta shohin një gjë anën tjetër të medaljes. Dhe me kalimin e kohës në shumë gjëra që ka thënë Fredi, unë mendoj që ka bërë mirë, ka detyruar njerëzit të shohin, të lexojnë, të hulumtojnë, mos ta marrin lajmin gati nga një format apo një lloj lajmi televiziv, po të shohin çik më shumë. Në këtë kuadër shërben. Ka egzagerime. Unë mendoj që ka egzagerime, por për shembull, ku diun, unë mendoj që toka nuk është e sheshtë, është e rrumbullakët. Fredi thotë që toka është e sheshtë. Këtu patjetër që ndajemi në gjëra si këto. Po që është e mbështjellë me një qese, rezultantja është që është shumë pozitive dhe shumë gjëra që sjell Fredi dhe tezat që sjell ai janë shkaktojnë kushëri dhe hapin debate shumë të shëndetshme, mendoj unë. Për shembull, debatin që kanë qenë për vaksinat, Fredi. Po kjo dal nga dal, i dha çik të drejtë se shkencërisht dihet që një vaksinë ta provojë do 10 vjet. Ajo u bë me 2 vjet, 2-3 vjet. Të shpasi mbaruan nxjerrjet në Amerikë nesër. Në këtë kuadër pastaj ka një lloj të drejtë ke këto gjëra, me thënë vërtetën, ëh. Më pëlqen ta ndjek shumë, ndajte më shumë personazhe dhe edhe ajo është një gjetje e mirë televizive. Është apo nuk është e vërtetë, më pëlqen ta ndjek për të gjithë anë dhe bën të historisë. Po pra. Dgjoj në atë panelin e Rrethit 4 orë, se zakonisht janë 3 burra dhe një gocë, apo jo. Tani janë 4 burra. 4 burra jemi unë, Bledi, ti kur ishte Neritan Liçaj, po tani është Bled Milaimi dhe Fred Sako dhe Vler Gjakova është tani. Dhe Vler Gjakova. Po tani, nëse do të detyronin ta bëj vetëm me një nga burrat, me një nga meshkujt. Kë do zgjidhje për të bërë Rrethin 4 orë? Zgjidh njërin. Dgjoj, në mënyrën se si është sjell formula, ai nëse zgjidhet një dhe është Fredi. Po nuk vlen Rrethi 4 orë vetëm me Fredin. Se Fredi ka nevojë ne këto që bën Bledi me Ileni quhen demontime. Po. Këto demontojnë. Këto demontojnë Fredin. Pa këto nuk blen Fredi. Se Fredi ka dalë pastaj në podcaste poshtë lart dhe mërzitet që se demontoj. Po Bled Mane si na tha në studio para 2 javësh, po e pyesnin për të vendosur nota për kolegët edhe vajzat e të diellës, edhe të kishte në vend të parë. Kë? Manushi, po, Manushi vend parë. Dhe nuk vuri 10, 8 vuri. Vuri 8. Po notë më të lartë 8 e kishte. Se dhe vetë inteligjenca të IQ-s e kishte 8 dhe e kishte për ty. Pastaj vinte Levina dhe mirë, ndërkohë neve do kalojmë te pyetjet pa nivel, Manush.
Domethënë do na lejosh Manush. Përgjigjet e tua mund të jetë me nivel, po pyetjet janë pa nivel. Isha përgatitur për pyetje pa nivel, po të shohim se sa poshtë do bjer nivel. Përgjigja e ngre pyetje. S'ka pyetje të gabuar. Me përgjigje mund ta ngresh sa duash ti. Po bëni kështu me ëndra, lutem. Kush ishte Olajo? Kush është vajza më seksi e së diellës? Vajza më seksi e së diellës. Duam vetëm një, mos ta thoj edhe kjo dhe ajo s'ka. Një. Gjeneta këtë periudhë. Gjeneta. Këtë periudhë. A është e vërtetë që Gjeneta nuk duhet shkojë në asnjë emision tjetër përveç të diellës? Jo, s'është. Në jashtë Top Channelit po, është vërtet. Brenda Top Channelit mund të dalë. Mund të dalë. Se ma kishin bërë kështu Manushi ke diella i ka thënë nuk do shkosh më asnjë. Kam një, domethënë ka dalë. Ka kontrata për të punë. Jam i çiki bezdisur në këtë kuadër që e marrin për të njëjtën gjë, fillojnë se këto puna e të ftuarëve është bërë çik doj çik bashkëpunimi midis redaktive të programeve, po edhe midis vetë brenda topit. E merr Wake-up, e merr ajo, brenda gjithë ditës. Zica thot pastaj kur vike ty për të njëjtën temë. I them, "Keni temat, shko fol atje për një gjë, këtu për një tjetër që sepse këto janë njerëzit e momentit dhe në këtë periudhë, si thosh, i merret nga ana televizive maksimumi këtyre personazhe. Dhe shtrydhje tepër ti bë dëm atyre po dhe neve. Mendoj unë, ëh? Nuk e di nëse keni të njëjtën ide. Rregull. Po ajo mund dali ku don Top Channel se këtë. Okej, më seksi që ka Xhenet. Po më pak e zgjuara kush është aty? Se kjo fytyrë nuk po di për një se s'kam pak të zgjuara. I ka gjithë shumë të zgjuara? Jo, shumë të zgjuara, po jo shumë të zgjuara, po të zgjuara, po më pak të zgjuara s'ka se çdo njeri është i zgjuar. Po. Në atë drejtë. Edhe nuk është si e mat, se dikush është i zgjuar për librat, për shembull flet për dikush flet për se di për Big Brother, dikush për për gjithçka, folës. Ka sens mbijetese të frikshme, mund ta ketë dikush që për zgjuarësia fut njëri që ka lexuar më shumë libra, do thotë gjë. Më shumë fansat janë shtuar tashti që ke mbjell flokët apo para se ti mbjellë flokët? Tani që mbjell flokët. Tani e bër më i kërkuar, ëh? Nuk e di nëse është për flokëve apo për performancës time, po ka një shtesë të lehtë fans. Fansash apo fansesh? Fansash, do më duan shumë zonja të për shtëpia. Po, është e vërtet. Do të ndërpres. Po, patjetër. Publicitet.